Kur unë zbërtheja platformën e primareve me tekstin e Dash Sulës, i cili thonte, në primare dhe deputet do të zgjidhen gjithë ata që japin dhe kanë dhënë kontribut në Partinë Demokratike, që janë qëndrestar dhe që janë aktiv në mbrojtje të Partisë Demokratike dhe lidershipit saj. Janë teza të artikuluara qartësisht për e tia janë një herë, po disa herë. Dhe Dashi e kishte bidin gjë tillë. Sepse thonte që unë të jetoj Parti Demokratike, minimalisht do të jenë qendrestar. Minimalisht. Dashi u bë personi më aktiv me bidin e tia që mbi këto parime që i kishte dhënë doktori, një ditë bukur doktori do ta shifte që ishte aktivist i madh shumë dhe do ta zgjidhte. Dashi kuptoi sot që doktori i përdor mjaft mirë të gjithë këta instrumenta, këta individ, siç na ka përdorur edhe në të tjerëve, jo kaq agresiv, por ju e dini mjaft mirë që personi më agresiv në media, në mbështetje të sektit Berishan ka qenë Dashi. Dashi është viktima tipike e një procesi i cili në çdo analizë keni bërë ne, kemi thënë, këta do të jenë viktimat e para, sepse Dashi bëri një gabim në jetën e vetë politike, që duke kuptoi Berishën, që Berishës po i dole njerë kundër, të ka dhënë kryqin dhe bëj çfarë duash, si nuk kthehesh dot.